really hope that this year to catch a lynx because we are trying for 3 years. There are only 4 or 5 different individuals. The big problem or the main threats of lynx are the habitat. You see, there is no forest, and that's called the prey. So the species like roe deer and hare are present, but the number is low. Today we are here just to transport the box trap, and we leave the box trap for 2 months here, and we'll come back in the end of January, beginning of February, to activate the box trap. In the same time, where we are in the field, we'll set some camera traps around the box trap in this area, just to see the movement of lynx around the box trap. To catch a lynx in the field, it's very difficult. It was a matter of luck. The door didn't close very fast compared with the speed of the lynx. So we think that the individual was female, so sometimes the female are smart and fast. Në fakt, unë I kam përjetuar të dy situatat, sepse unë e kam parë monellën edhe me pyje shumë të mira, sepse jam rritur në këtë vend, dhe ju po shikoni vetë në çfarë situate është katandicur, domethënë nga dëmtimet masive që kanë ndodhur nëpër vite. Shkaqet kryesore tu kanë qenë zjarret të njëpasnjëshme, gjithashtu dhe prerjet që kanë ndodhur, që nga vitet 90 deri tani këtu vetëm është shkatruar natyra. Mesazhi është që gjëja më e parë domethënë që duhet të bëjmë që monella të ketë një status mbrojtje. Sa më shpejt pastaj edhe që edhe njerëzit të sensibilizohen që duhet të mbrojtur. Patjetër domethënë kjo kafshë sepse është edhe një thesar I natyrës tonë.